Shpeshherë është folur që pas malit Tiranës jeni ju dhe Bravo. Dhe djali juaj. Ja, edhe një sekond lutem që të më japësh përgjigje të dyja dhe ju jeni kthyer në parlament, po mungohet ajo pjesa e dytë e postulatit, ju e dini vet. Ju e dini ose e keni vendosur kur do të riktheheni në SBA për një vizitë qoftë personale apo zyrtare? Se tani E para të falënderoj. Keni më problem. Dosja faktoj shpifjen dhe trillimin e ult. Trillimin e ult që u bën atë kohë për malin e Tiranës nga opozita e opozitës, vegël e verb të qeverisë dhe mediat e tyre. Mediat e tyre. Si është e vërteta? Keni lidhje E vërteta është unë lidhje kur jo unë, po asnjë njeri. Ti të mendosh se këto janë kjo është një pyetje që bazohet në trillimet e ulta të atyre që u përpoqen të mbulojnë pjesëmarrjen e Tiranës e njerëzve të Tiranës apo të atin takimin Aruba, se do dilte, dhe pastaj të opozitës që i shërben qeverisë, e cila pa asnjë fakt, pa asnjë bazë akuzonte, por besoj se gjithçka tani në dorë të Altin Troplinit është dhe ka dalë shumë qartë se kush është dosja Aruba, edhe kush është mali i Tiranës. Kjo është, të falënderoj për pyetjen. Për të dytën, natyrisht unë do shkoj, por një projekt i shpejt nuk e kam tani se do të shkoj kur të takoj miq, takoj bashkëpunëtorët mi atje, takoj shumë miq. Pra nuk do shkoni për arsye shëndetësore, siç është raportuar. Tani këto janë mjerimi, nuk po përdor fjalë tjera, po vetëm kaq mjerimi. Këta janë një çift. Është një grua dhe një burr. Ata janë dashnor me flakt në shpifje dhe mashtrime, jo në erotizma. Ata të dy kryesojnë liste, se njëra ka bërë shkollën e tjetrit, dhe ata i përhapin këto, dhe është i turp i madh, do më thënë. Ata janë mercenar, kush i paguan, atë bëjnë. Dhe ata e përhapen, janë një burr dhe një grua që s'kan lidhje njëri me tjetrën, por rastisi janë shumë, të cilët janë dashnor në shpifje. Në shpifje, vetëm shpifje. Nuk ka asnjë gjë të vërtetë ajo. As kam kërkuar kurrë ndonjëherë për të shkuar, për të vizituar. Vendimi është i plot për mua dhe familjarët e mi. Një lloj për familjarët e mi, dhe ky vendim më është komunikuar zyrtarisht nga përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në Tiranë.